Edhe nëse thjeshtëzojmë analizën, përvushtren del që patjetër na çon te ballotazhi, për shkak që po flasim pra për 3-4 parti të forta ose kandidat që ose janë kandidatë fortë ose është partia e fortë. Me gjithë respektin, kryetari aktual duket që ka një respekt dhe ndoshta mund t'i pri listës se kush del më i votuni me 12 tetor, por ballotazhi sigur do t'jetë. Ndërsa jo larg ballotazhit mund edhe zonja Izmaku të futet, për shkak që ka një kontribut gjatë në vushtrim dhe kjo ja bën pak a shumë të vështirë si LDK, si lëvizjes vetëvendosje për të futur në ballotazh. Pra i shoh 3 kandidatë të tjerë përveç zotit Idrizin në ballotazh. 3 kandidatë. Pra Sulejman Meholli, Xhafer Tahirin, Ferit Idrizin. Po.